Për vëllezër, prej veprave të mia në muajin Ramazan është edhe me ushqy agjëruesi. Ashtu të shkon hadith dhe na përjetojmë vetëm komentin e hadithit, domethënë në hadithit. Ai i cili jep ushqim agjëruesit ja merr shpërblimin pa e paksu për çdo heq. Domethënë edhe ti kish problem edhe ai ka problem. Mirë, po te ja merr shpërblimin atij. Çush ja merr shpërblimin? Domethënë pa e paksu atij. Edhe te të njëjtën gjë e kish shpërblimin. Kur te ushqen një agjërues. Çka e forcon agjërimin? Çka e bën të fortë agjërimin shpërblet? Adhurimet. Për shembull, njëri ka lënë duke lexuar Kur'an, duke bërë dhikr. E ka forcuar agjërimin e tij. Domethënë, është forcuar shpërblimi i tij. E te nëse ushqen çata agjëruesin, ja jep një iftar, krejt shpërblimin e atij leximit të asaj agjërimi që ka bërë te jamet. Subhanallah. Po e përmbyllëm me një tregim. Një musafir ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Musafir në Medinë. Pejgamberi ka pasur shtëpi as kërgjë as heq. Ka ardhur në xhami pejgamberi, ka dalë xhamatit përpara dhe i ka thonë: "Kush pe juve po na ndan musafiri me respektues pejgamberi, ku me lan, sa po ku me lan musafiri." Po çuni sahabi ka thonë: "Unë i dërguar i Allahut të respektoj musafirin ton. Unë e respektoj." Mirë, po me fol me familje. Ka shku ka fol me familje, ka marrë musafiri i përfejt të kështu të më radhë, edhe ka marrë atë musafir. Mirë, po e kam bërë një plan me gruan. Ka thonë: "Na kemi fëmijë, musafiri është edhe na dy, na nuk kemi ushqim vetëse për një person." Ma shlej fëmijët, bau kishte pozinë bëllon, derisa t'i nxenë xhumi. Dhe kur ta me shtruat sofrën ti, mundatat me prejk atë lampën, ndriçimi që ka qenë, ja qesu na musafirit, ushimin edhe na bomi kënd se po hajme edhe na. Kanë vepru që shtët, e kanë qitë musafirit dhe Ahmet sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Edhe kanë bu kishe po hajnë ata. Mi për realitet ata dy s'kan hangër, fëmijët i ka qitë në gjumë, i ka mashtru, subhanallah. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kalu kanal, një natë e kanë mojtë musafirin e pejgamberit. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bën nesër këtë sahabin i cili e ka marrë musafirin e profetit, ka thonë ka kesh Zoti me ju që e keni bë. Bëshesh Allahut i takan Allahut azza wa jall. Po është kënaq Allah azza wa jall me këtë person që ka bë një natë e ka ushqy. Vallë, çka thu ti me ushqy, çdo ditë ka një agjërues. Vallë, çka thu ti me ushqy, ka 100 veta, fukara agjërues. Subhanallah. Çfarë shpërblimi merr tek Allah? Një natë e ka ushqy. Allah ka qenë i kënaqur me ta. E me thirr dokun në iftar, me Allahun bukën tane agjëruesit, dije mirë se arrit ndoshta shpërblimet e Allah që shtanë dhe kënaqësinë e Allahut azza wa jall.